E kisha unë një shok e martova dhe bashkëshortja ati i bëri binesh. Po sikur mos t'i bën të aja binesh, një, po se po, e kështu që këta e vanun njës të dopt, si dy këja, për dy këja, ashtu a këja, e vanun qeverin. Dhe kështu u lënd me 2 fëmijë. Ti po thu gruaja lindi binesh për në Pa muaj, tjetër. ndërsa qeveria nuk o Nuk u bë fare. Përshëndetje, sini. Mirë falënderit, ti si je? Mirë, shumë bukur, shumë i lumtur. Shumë i lumtur. Pse je i lumtur? Jam i lumtur sepse kemi arrit të dielën 3 festa, kështu që e kemi treguar dëshirën e tyne, domethënë shefin mas që kishin ata për të hyrë zgjedhje. Dhe unë ju tregova që do t'jetë rezultati shumë më shumë se ishte 42%, edhe Albin Baba do t'a fitoj këtë mandat pa tjetër, edhe dëshirat ishin njerëzve të flakta, të zjarta, falë Zotit edhe diaspora e ndihmoj partinë tonë më të mirë, më të fort, edhe kështu që i bëm 3 festa për një herë, e bëm pranë vetë Cilat janë një ato herë. 3 festa? Ishte nën shkurti, 42% ishme fitus, ashtu sa 3 parti, ma dje ishme me 28 dhjetor, ashtu arritëm dikon e te kalume edhe përqindjen, edhe më shumë se më shumë, 55, ma dje dhe e bëm edhe vitin e ri, edhe një ditë për para, të mon 3 festa u arritën për Zotin Kurti, dhe ju uroj shëndet dhe sukses ati që... Në muaj 3 festa. Po, edhe e kisha unë një shok e martova dhe bashkëshortja ati i bëri binesh. Po sikur mos t'i bën të aja binesh, një, po se po, e kështu që këta e vanun njës të dopt, si dy këja, për dy këja, ashtu a këja, e vanun qeverin. Dhe kështu u lënd me 2 fëmijë. Ti po thu gruaja lindi binesh për në pa muaj, tjetër. ndërsa qeveria nuk o Nuk u bë fare, mirë, po... Ma let me linë se me Ma let me linë, mos 2, një, po se po, edhe kështu ishte Albin Baba fitus të t'jelen me shumë sukses dhe gjitha partit tash pja bojnë urime, shumë gëzime të morë me të mirë. Jo, na keni vanu qeverin, na keni hun bugjit, ma dje dhe thonin pse i kanë do ka 100 euro pensionet, pse i kanë do roste sociale 24.000. Kurre ti 100 euro? Jo, unë nuk i morë fare, po jam i lumtur që të tjerë t'i morën, sikur mi morën. Edhe shumë i lumtur jam që ai ka dhonë në pandemi, ma dje ka dhonë për çdo herë mandatit i 50 vjeçar, asnjë parti nuk ka mujt të arrit qëllimin ose të përfundoj qeverin ma suksesshme se Zoti Kurti. Dhe jemi shumë të mirë që Albin Kurti do i çoj projektet përpara dhe do i kryej me këtë mandat, sepse asnjë parti nuk mund me një mandat me arrit qëllimin. Po me 2 mandate 200% mund me arrit çdo projekt jetën më të mirë dhe njerëz po shihen se janë vedisu këtu në Ferizaj, në krejt Republikën e Kosovës dhe falë Zotit që diaspora pendimon në Republikën e Kosovës dhe falë Zotit që na erdhën nuk na korritën, na i dhanë votën, sepse dhe meritojmë 500%, ne jemi këta që jemi. Sa herë duhem një plësej dëshirat, sa herë duhem votojmë ne, sa herë duhem dhe fitojmë, ma dje dhe në Amerikë muj me votu. Kam mësi atë të shkoj, se kisha pak mos marrveshje në redime. Ma shindru mu votën, shkën gjënë seresh. Unë thash të shkoj, ku do qoftë, 8 orë kam votu, deri sa dhe kam arrit suksesin tem, me shumë broëritje dhe me shumë kishte sukses ndaj publikit, ndaj atyne që ishin aty vesh gust, ku shoku djali mirë. Ashtë të regon historia ku sham herët avanë. Dhe unë që jam arë të shfryzoj votën time, dhe për Zotin Kurti, asë njës do të mëhej këtë drejt, dhe askujt dhe t'ja vot, vetëm aj cili është me i mire, dhe cili punën për generatat e ashtë. Aj mire për ty është? Zoti Kurti, a është njeri intelektual, njeri pasamensushëm dhe gjithë herë do të mbaj qeverin në duar. Falënderit shumë. Plokat e ndëshat do t'jek duar, me shumë sukses, pasi sa të qaj me sy do t'jetë këtu në Republikën e Kosovës, me që a i ka mendime dhe ide të ndryshme që ta bashkoj edhe popullin shqiptari ndarë, pa drejtësisht. Falënderit edhe juve, gjithë herë për juve dhe t'jam, dhe ju për mu dhe populli për të gjithë dhe ne për popull, pa tjetër. Falënderit edhe juve.